Përmendëm dosjet që janë në gjykim të emrave të mëdhenj të politikës, shumë të tjerë janë në hetim, puna e prokurorëve të SPAK-ut padyshim ka vijuar, por përfund mandje Berisha parajmëron një shtator të nxehtë politik, po a do kemi një shtator të nxehtë edhe nga SPAK? Se kur ka një heshtje kështu të gjatë gushti, bëhet gjithmonë kjo pyetja. Kjo për batut, ne dikur kemi pasur një prokuror të përgjithshëm që edhe u dënua nga drejtësia pa çka se nuk e kreu atë dënim, që për disa vite me radhë tha që në shtator do bëj namet. Do ketë arrestime. Dhe ky ishte Adriatik Llalla, ta themi për teleshikuesit. Po, dhe në të gjitha ato shtatore të përmendura prej tij nuk pati asnjë arrestim. Do na duhet presim. SPAK në fakt, ashtu si ka vepruar që nga dita e parë e punës tij, ka në duart e tij dosje të rëndësishme, disa të ekspozuara, të tjera jo. E theksoj këtë për faktin se nëse do të kthesha në pak ditë më parë në një takim që drejtuesi i SPAK Lodian Mbraho pati me gazetarët dhe përveç atyre përgjigje që ai pranoi të jepte në lidhje me dosje apo çështje për cilat u pyet nga gazetarët, pranoi, siç është krejtë e natyrshme në fakt, edhe ekzistencën e dosjeve apo hetimeve që janë jo publike, hetimeve për cilat nuk janë trajtuar asnjëherë mediatikisht, por hetime që janë duart e prokurorëve të posaçëm. Kështu që pa dashur as të bëjmë parashikuesin, do duhet presim shtatorin dhe të shohim nëse SPAK do të vijojë apo do të ketë arrestime apo goditje të personazheve të rëndësishëm, qoftë këtu të krimit organizuar apo edhe të politikës. Muamber Rami, punë gjatë dhe voluminoze të pret me orë të gjata tek SPAK-u dhe Gjerskoja. Falenderoj shumë që ishe me mua në studio. Falenderoj t'juve.